Kurani më i madh i botës tashmë i përket Rusisë. Libri i shenjtë i muslimanëve është zbukuruar me gur të çmuar dhe ar. Përpos përkushtimit të madh, ky Kuran kërkon edhe krah të fuqishëm për t'u lexuar, pasi ai peshon 800 kg dhe përmban 632 faqe, me përmasa 2 me 1.5 metra. Ai ka gjithashtu në qendër një gur gjigant në ngjyrë gurkali, me diametër 14 cm. Nuk dihet se sa ka kushtuar Kurani, por u desh një vit për prodhimin e tij. Kurani i gdhendur u kërkua nga Italia për fondacionin e restaurimit të trashëgimisë kulturore dhe historike në Republikën Ruse të Tatarstanit. Lideri shpirtëror i Islamit i Tatarstanit, Ildiz Fajzov, tha se ky Kuran është një dhuratë e çmuar për të gjithë muslimanët rus. Tashmë Kurani qëndron në një xhami në qytetin e Kazanit. Verën e ardhshme libri i shenjtë do të zhvendoset në rajonin e Tatarstanit, që prej shekush ka përqafuar fenë islame. Një tjetër Kuran i madh ndodhet në ishullin e Sumatras në Indonezi, por ai nuk është një libër pasi ka 315 faqe me dërrasa të gdhendura, 177 cm të gjatë, 140 të gjera dhe 2.5 cm të trasha. Edhe një tjetër Kuran është zbuluar në Indonezi në një shkollë në javën perëndimore, me përmasa 200 me 140 cm. Në 2009 në Abu Dhabi në një panajir libri u shit një dorëshkrim Kurani indonezian me përmasa 120 me 80 cm.